Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Shqip në Detare Televizion. Them të flasim për një argument që na intereson shumë ne vajzave, zonjave, por edhe zotrinjve, edhe burrave, pse jo. Dhe meqense është e diel, thash ta ndajmë këtë argument bashkë sot dhe të flasim për të. Prej shumë vitesh, nuk e di sa, si kam numëruar, po do e pyes tani, kam përshtypjen mbi 20, një zonjë më bën një masazh terapeutik, fizioterapeutik, ta them siç duhet, se më korrigjon gjithmonë. Më korrigjon kur është duke më bërë masazhin dhe ndërkaq, jo vetëm kaq, po më flet kaq shumë për disa terma, të cilat unë i përmbledh shkurt në fjalën quhet celulit dhe thotë jo, është limfa, është kjo, ma shpjegon dhe i them unë nuk e kam mendjen kur ajo flet për këtë gjë dhe nuk di ta shtjelloj edhe ta shoqëroj, kështu që i thash një ditë, "Moj Ana, hajde më mirë fol në televizor dhe të dëgjojnë të tjerë që kanë nevojë ta dinë si bëhet, çfarë është, si duhet, pse duhet." Kështu që po ju prezantoj me Anën e famshme që e njohin shumë veta tashmë, është Ana Përmeti. Nuk i pëlqen fare kur i them bën masazh Anës, se në fakt nuk quhet masazh. Absolutisht. Nuk bëhet fjalë për relaks. Për çfarë bëhet fjalë? Absolutisht. Dhe çfarë unë të them, të flas me ti se jam rehat? Po, si do duash, për mua s'ka problem fare. Se më duket sikur jemi gjatë një seanse, në fakt le ta quajmë një seansë. Okej. Terapie dhe flasim për gjëra që ti mi tregon, por unë nuk të dëgjoj me shumë vëmendje, se mendoj që shumë duan mua, këtë di ti. Jo ti, po dhe shumë të tjera. Edhe shumë të tjerë nuk dëgjojnë, duan të dëgjojnë, duan të relaksohen. Është e vërtetë. Bëhet fjalë për shëndet, bëhet fjalë për relaks. Është e vërtetë. Dhe atë që ne e quajmë për shembull celulit. Ke celulit, Ana thot, nuk e celulit, ke fillimin e një sëmundje, ke një problem. Duhet ta zgjidhësh, jo ta fshesh. Bravo. Nuk mjafton, thot Ana, të bësh të marrësh rreze se s'duket celuliti, ti duhet të zgjidhësh problemin pse ka nisur celuliti, i cili po fshe një sëmundje. Kështu që flasim pak nga pak për gjitha, por më përpara flasim pak për Anën. Se të gjithë e dinë Ana, ku shkoj ke Ana. Sa vite kam unë për shembull, si mban mend, apo i mban. Nuk i mbaj mend. Ka dhe klientë që kanë qenë në fillimet e mia që kanë 24, më shumë se 24 vite, që janë po të njëjtët, që trajtohen. Para 24 vitesh nuk bëhet masazh në Shqipëri. Kam qenë një ndër të parat, bësh fizioterapia, po ishin me pikatore në hapat e para. Dhe bile, fillimet e para kanë qenë tepër në forma krejtë ndryshme. Duhet ishe smur që të bëja masazh, domethënë në kuptimin fizoterapi. Po, masazhi relaks aplikati nuk ekzistonte, në raste të rralla dhe mund të bëhej, kur një person ishte i lodhur, kishte probleme me trurin, me trupin, ndoshta një çlodhje, ndoshta se nuk e kam. Si erdhe ti te masazhi? Tani si erdha unë? Unë faktikisht, në fillimet e mia, unë kam mbaruar shkollën e mesme teknologji ushqimore. Më pas, pasioni im ishte të vazhdoja fakultetin për biokimi. Të pëlqente? Dhe po, se vazhdonte teknologjia ushqimore ishte e lidhur me biokimin. Dhe unë vazhdova studimet në biokimi. Më pas, dhe të them s'dua ta prek, po pa e prek. Se të mërzit. Se do më krijoj pak emocione, por do mundohem ta përmbaj veten. U bë shkak motra ime smur. Unë kam pasur një motër të smur për shumë vitesh. Këtë them thash nuk doja ta prekja, po pa e prek. Sepse ajo vjen të paqe motra jote, edhe të pas lënë më të mirat e botës për ndihmën që ti i dhe, për faktin mbajti gjallë një motrën e paraqesuar. Me sklerozë multipla. Me një fatkeqësi të madhe, fatkeqësi e madhe për të, si një vajzë e re, domethënë që be pas në moshën 25 vjeçësh. Paralizohet, por ti bëre masazh. E kam mbajtur me trajtime fizioterapeutike, jo thjesht masazhe. Se masazhi është masazh relaksues dhe trajtimi quhet trajtim terapeutik që futet në fizioterapi. Dhe kjo më shtyti më tepër se thoja dua ta shëroj unë motrën, të bëhem unë ajo që ta shëroj motrën, por unë jo nuk e shërova dot, ajo para 3 muajve ndroi jetë. Që kjo tani zoja ta prekja këtë temë se më krijon emocione, por i dash jetë sëmundje pashërueshme, por unë asaj i dash jetë 35 vite. Që të gjithë mjekët kur vinin, të gjithë mjekët kur unë i thosha ka filan diagnoz, asnjë mjek nuk mund ta besonte. Si ka mundësi? Dhe ishte trajtimi që unë filloja çdo mëngjes me trajtimin e saj. Filloja me ushtrime, me lëvizje, domethënë me terapi manuale. që quhet fizioterapia manuale dhe me ushqim të kontrolluar, ushqim të mirë, ushqim cilësor. Dhe kjo më shtyti për të motra u bë shkaktare dhe ajo si thash, i dhash vite jete, po nuk i shpëtova dot jetën.
Por vetë si dhe një profesion. I dhash një profesion që dhe kjo pastaj kjo u bë dhe një si opsion, një dëshirë e madhe imja, që unë ta anashkaloja biokimin dhe t'i futesha fizioterapisë. Unë kam punuar gjatë, fillimet e mia kanë qenë tamam kanë qenë nga një profesor i shkollës, i cili më drejtoi për herë të parë në ambasadën franceze. Kur unë për herë të parë në fare, pa filluar fare. Pa filluar fare, profesorit i ndodhi një rastësi që iku në Gjermani. Ai kishte shumë, kuptohet, që 3 njerëz që trajtonte, persona shumë me influencë, dhe më tha unë do largojmë 10 ditë, do ikim në Gjermani. Të lutem, tha mua, ato 10 ditë që si jam unë, shkosh te konsulli francez. Dhe kjo që e fillimi punës time. Konsullit i pëlqeu trajtimi nga ana ime, jo se si pëlqente profesorit, po profesori ishte pak në moshë. Unë isha më e re, më aktive. Punoja më me pasion. Sepse duhet fuqi, duhet ta pranojmë. Tani jo, në smundjet muskuloskletike nuk themi se duhet një fuqi e madhe, tek ky emision që do trajtojmë sot, do ta shpjegoj fuqinë dhe ato që duhet më tepër. Dhe u bësh ka konsulli i ambasadës franceze, më pas ambasadori francez, më pas aty pata njofje të tjera, këto që flisin me njëri tjetrin, kur mblidheshin. Që kryesisht ishin diplomatët. Diplomatët që unë fillova. Dhe më pas fillova te palestra Fitness Bulls, që ka qenë një të palestrat më të para që sot ndodhet përballë, tani është prishur, po ndodhesh përballë me Hotel Sheratoni. Dhe Hotel Sheratoni është bërë më pas. Dua të kuptoj këtë gjë që në fillim ti punoje me njerëz që kishin një tërheqje. Po, punoja në palestër me konsullin, për shembull, unë kam filluar se ai kishte probleme me spondilatrozën cervikale. Dhe ai ndjej shumë mirë me trajtimet e mia. Se kur kemi spondilatrozë, çfarë bën ti pyeson sikur se di unë di shumë mirë që shtor, domethënë. Por problemi është që pse thash çdo profesion është pasion, dhe ti nëse nuk ke pasion për punën, ti nuk punon me shpirt për të dhënë rezultate, më mirë mos puno fare. Bëj kalon në një fushë tjetër dhe më mirë mos e trajto dhe ose mos e mashtro personin që ti trajton. Te kam parimun që unë dua të punoj me shpirt. Dhe konsulli mbeti shumë i kënaqur pa rezultatet, se C6 që ne quajmë C4, C6 që janë vertebrat e cervikales, C6 të jep edhe kontraksionit të shpatullës dhe të nënshpatullës. Gati të kontrakton muskujt e shpinës. Po duhet të shku ta kapësh sepse mund ta kapësh dhe kjo është problemi. Do të gjithë bëjnë masazh. Dhe pikërisht kjo do them, tani këtu do them pse përdoret termi masazh, sepse gjithmonë kur shikojnë që ti punon me duar, shumë veta nuk arrin ta kuptojnë thellë që ai është një trajtim terapeutik. Është një masazh terapeutik dhe nuk është thjesht, nuk është masazh, unë këtë vë në gjumë. Se unë s'kam pasur fatin të vë njerin gjumë. Bile kam dashur, them o Zot, si s'më vjen njeri të më kërkoj masazh relax, po të gjithë trajtim terapeutik. Do të bësh ujë ndjerës ti. Ujë në djerës bëjmë. Siç mund ta shikojnë gjithë ato që do më ndjekin, dhe gjithë ato që janë trajtuar me mua për shumë vite, do të jenë të bindura dhe të qarta që unë sot po flas vetëm se të vërtetat. Do me thënë, unë duke dhënë rezultate. Ti s'ke qef fare të flasësh, unë du luta. Ana tha, po pse do flasësh? Dhe unë do premtova, Rudina, që Rudina, unë jam anti daljes në emisionet televizive, po unë do të premtoj që do dalë. Dhe unë kam një parim në trurin tim që premtimi është borxh. Është një shprehje shumë e bukur kjo. Dhe unë e mbajta premtimin. Në këtë moment është një foto e marrë nga për kontekstin, mos ka lidhje me ne, por domethënë kjo është gjë që shumica, për shembull, ti ke dhimbje shpatullash, njeriu ose ka dhimbje që ndonjëri nuk ke thjesht kontraksione, pa problemin e cervikales. Zemra. Po, të dhëm qafa, thot qafa, por nuk është problemi ke qafa. Po ku është? Problemi mund të jetë i cervikales. Unë shikoj vertebrat cervikale. Unë tani pak a shumë jam bërë si aparatur. Unë kaloj gishtat mbi shtullën kurozore dhe shikoj deformacion, ato deformimet. Dhe them problemi është këtu e kam, thot. Dhe faktikisht aty është problemi. Arrin ta kuptosh. Arrin ta kuptoj tani, për të qenë 100% e sigurt i drejtoj te profesionisti, bëni një rezonancë, bëni diçka për të marrë. Unë arri kuptoj dhe çdo informacion që unë ju kam dhënë me gojë dhe me prekjet e duarve, po ashtu i ka dalë edhe nga rezonanca. Tani para se të kam lënë në temën që do diskutojmë, unë do them për shembull, nuk do ta them emrin e një figure shumë të njohur publike, e cila kishte një dhimbje të theksuar tek pjesa koksofemorale, që ne quajmë pjesa e legenit për ta kuptuar publiku. I vim tek këtu. Pjesa koksofemorale është pjesa e legenit. Dhe ajo ishte një tip që duronte dhimbje, ishte tipi saj, se jo të gjithë e durojnë dhimbjen. Edhe unë thashun, ç'ne këto dhimbje kaq të mëdha kjo. Edhe i thashun, prit të kontrolloj, fillova me ca lëvizje, me ca ushtrime. Ajo bënte nga një çik prit, thashun, këtu pas ka problem. Dhe i bëra një shtypje te pjesa inguinale afër rrezës së kofshës. I bëra një shtypje dhe ai bëri një ot madhe aty. Dhe e ktheva dhe nga mbrapa ku ndodhet xhepi pantallonave, ne e quajmë
pika gluteale, i bëra dhe një pulsim aty dhe aty bëri një oto madhe dhe unë i thash, më vjen keq, i thash unë, me këto 2 pika që ti bëre oto madhe, unë dyshoj për një koksartroz. Ajo ngeli, po fatmirësisht ajo ishte shumë elegante, shumë e dobët dhe ishte një plus për atë eleganca, sepse këto probleme kalojnë pastaj në operacione, në probleme më të mëdha. Dhe bashkë me bashkëshorten e saj, ajo më pas vajtje tek një ortoped, ku bëri një vizitë të rregullt. Se drejtova. Do me thënë, nuk e... Dyshimi im ishte i pari. E drejton ku të shkoj, por e thua dyshimin. Unë e adhash, unë dyshoj për një koksartroz. Dhe më pas ajo vajti bëri një bashkë me bashkëshorten e saj tek ortopedi. Te një ortoped në base i njojtur, se figurat njojtura. Dhe doktori tha, do bëjmë një rezonancë për të përcaktuar diagnozën. Okej, u bë rezonanca. Dhe mbasi mori doktori përgjigjen, i tha, ke koksartroz. Direkt tha kam parë tim shoq në sy. Që është? Koksartroza është problemi i koksofemoralit. Dhe këto dëmtojnë shumë, arrim dhe në operacione, dhe në vendosim plaka metalike. Me thëmë është një operacion ndërlikuar dhe pak problematik. Kush bën masazhe të këti, njerëz të mosh, njerëz të rinj, do me thënë kush ka nevojë për të bërë masazhe? Fjalën masazh mos e thuaj, iqe, dhe kam siklet fjalën masazh. Se na ngatrojnë me këta që thonë pastaj, e di pse ka i natë ana, se ngatrojnë me këto që thonë u kap filan masazhator. Jo, do ta shpjegoj. Që gënjej që nuk bëjnë masazh në fakt. Rudina do ta vlerësoj se dhe masazhi nuk do ta hedhim poshtë, dhe masazhi ka vlerat e veta. Po janë të ndara. Masazhi relaksues ka vendin e vet, ka vlerat e veta. Masazhi estetik ka vendin e vet dhe vlerat e veta. Masazhi terapeutik, që unë e quaj terapeutik se është pjesë e zinxhirit të fizioterapisë. Dhe për mua, masazhi terapeutik, që ta quajnë të gjithë masazh, është porta hyrëse për të futur në veprime më të thella dhe për të bërë ushtrime terapeutike. Si mund të punosh ti me një pacient me ushtrime direkt pa ngrorë muskujt, pa i kontraktuar muskujt, pa i liruar muskujt. Pra, është vërtet e lodhshme, por dhe shumë rezultative për të kryer veprime më të thella. Pra, masazhi terapeutik është zinxhir i fizioterapisë. Dhe nuk është as masazh relaks, as estetik. Kjo është ndarja që duhet ta kuptojnë shumë veta, se më ka ndodhur. Siç e the dhe ti tani, më ka ndodhur dhëmit të tjerë kur i kanë marrë telefon, çfarë po bën masazh. Po duke thënë po bëj masazh, ç'a ndodhi? Ndodhin 2 gjëra shumë të këqija. Ulet vlera ime profesionale, ulet komplet vlera ime profesionale dhe ulet edhe vlera ime financiare. Se marrin si masazh relaks. Se masazhi relaks bëj 10 të nditur masazh relaks. Jo, lodhem, do me thonë, po i bëj 10. Kurse terapeutik është i lodhshëm. Ndërkohë, gjë që kam vëre që më shumë të ngacmon është biseda për celulitin dhe shpjegimi, dhe kjo padyshim të gjithë flasim dhe na bie në sy që duket estetikisht keq celuliti. Kjo është problemi i madh tani. Por problemi vërtet nuk është ky. Ja. Nuk është estetika. Ja, absolutisht. Është? Ja, unë para se të filloj të flas për këto terma, do them që unë sot me publikun dua të shpjegoj eksperiencën time shumë vjeçare, me rezultate reale në praktik dhe nga studimet e mia dhe nga specializimet e mia që kam bërë pikërisht në terapinë në këtë anatomi limfatike, se kjo është baza e këtyre trajtimeve, anatomia limfatike. Dhe këtë fatmirësisht unë e kam bërë në Francë nga një mentore franceze, me emër. Dhe aty unë mësova jo vetëm anën teorike të limfës, po mësova edhe trajtimi se si punohesh, si dallohesh celuliti, si dallohesh celuliti estetik nga lipedema, e të tjera direkt tani do filloj. Celuliti estetik, ç'është celuliti estetik? Tani të them që në shumë raste njihet nga të gjithë, po thuaj, se është diskutuar shumë në për rrjetet sociale, celuliti estetik, por është një ndryshim i indit nënlëkuror që quhet indi subkutan, i cili është shumë sipërfaqësor ky ndryshim i këtij indit, është sipërfaqësor. Dhe duke qenë sipërfaqësor, edhe dhjami këtu nuk është problematik. Është një dhjam i zakonshëm. Dhe këtu kemi probleme të vogla, mund kemi septe fibrotike, mund kemi mos qarkullim të mirë, po të gjitha janë sipërfaqësore. Do të thënë, mos qarkullimi i mirë i gjakut është e para? I limfës, jo, është indi subkutan, që ndodhet nën lëkurë. Jo, do të thonë pse krijohet celuliti? Po pra nga ky ind subkutan, dhe ka dhe procese të tjera siç e thash, qarkullimi të gjitha, po janë sipërfaqësore, nuk janë shëndetësore. Dhe prandaj, në celulitin estetik, me celulit estetike kanë filluar dhe pastaj më pas femra dhe gra me lipedem dhe me lifedem. Dhe ç'a ndodhte? Me celulitin estetik e shumta, se jo të gjithë kanë me një prerje, dikush ka më pak, dikush më shumë, dikush akoma më shumë, por celuliti estetik që ta dëgjojnë të gjitha femrat sot, celuliti estetik në trajtim nuk ka dhimbje.
Nuk të dhëm, nuk të dhëm. A ishi dukshëm? Shenja e parë, po, ti mund ta kesh edhe të theksuar në pamje, por nuk të dhëm celuliti estetik. Këtë ta dëgjojnë të gjitha femrat sot. Ky është celuliti i padëmshëm. I padëmshëm dhe nuk ka dhimbje. Dhe që ikën. Dhe trajtohet me 30 seanca, 40 seanca, 50 seanca, eliminohet. Edhe me jetë mirë, ushqimore, të gjitha do t'i theksoj. Edhe me masazh. Do t'i theksoj të gjitha këto. Problemi është tani se dhe ke celuliti estetik, unë dua të ndaloj dhe të them diçka kryesore, që dhe këtu nuk duhet ta ndërpresim. Nuk duhet ta ndërpresim. Një në muaj edhe celuliti estetik duhet të vazhdoj të trajtohet. Mirëmbajtja është shumë e rëndësishme. Tani të kalojmë tek lipedema dhe limfedema. Ku ndodh ky ngatrim që shumë femra sot kanë vite të tëra që trajtojnë nëpër qendra estetike për celulit estetik, por në fakt nuk është celulit estetik. Ato kanë harxuar kohë, kanë harxuar financë, kanë harxuar çdo gjë dhe janë rezultatet po në vend. Është pra një gabim këtu i estetikës, se estetika nuk e ka aftësinë të dallojë ç'është lipedema dhe limfedema. Ti duhet të jesh e specializuar në fushën e limfedemës, e anatomisë limfatike. Po nuk e njohë këtë anatomi, mos e merr përsipër të lloj trajtimi. Ose kur ti shikon se nuk e kuptojnë as dhe estetistët, që kur ka dhimbje, duhet i thonë stop, nuk e për mua. Shko te specialisti. Të cili specialist? Si specialistët është një fizioterapist, siç jam unë, e specializuar në limfologji. Shkoti mund të jetë edhe thjesht terapist i specializuar. Dhe kryesori që diagnostikon, se shumë veta nuk ka diagnoz, ose e shikoj me sy. Jo. Ka specialist që e diagnostikoj dhe është një doktor shumë e emër, shumë i famshëm, që quhet doktori angolog. A i merret pikërisht me enët e gjakut, me rrjedhën limfatike, mund ta përcaktoj një dermatolog që shikon shtresën e parë të lëkurës, mund ta diagnostikoj një endokrinolog, pa këto të gjithë e diagnostikojnë, po këto të çojnë pastaj nuk të trajton angologu, ai të diagnostikon. Po thotë që ti ke këtë problem. Pra, shenja e parë, një njeriu që thotë kam celulit, i bëjnë masazh, i dhëm, duhet të ndërpresi. Ta ndërpresi dhe të filloj. Të thoj ke shkoj te specialisti. Mos merret më me estetikën, se estetika tash nuk dua ta gjykoj dhe estetikën se dhe ajo ka rolin e saj. Unë nuk kam dalë sot të luftoj dhe të dal kundra askujt, kundra askujt, por tani celuliti mos i tërheq tani të gjithë edhe lipedemën, sepse kërkon dëmtime. E dëmton. Ja ta zgjoj tani ç'është lipedema. Do t'i binë çik shkurtje, ndoshta dhe mos zjatemi, se po të filloj të flasun tani, do bëj anatomi mbarojmë nesër mëngjes. Por unë do t'i bie shkurt, ç'është lipedema? Në lipedem, siç thash, tek celuliti që kemi atë indin subkutan, nuk është sipërfaqësor ky indi subkutan, këtu ke lipedema. Ky është më i thellë. Këtu futen brenda indi lidhor, futet indi adipoz, futen enët e gjakut, futen shumë inflamacion i indit, domethënë është shumë i gjerë. Kjo problem dhe këtu kemi sëmundje patologjike. Nuk është më estetike, është patologjike. Dhe për të gjitha femrat që do të ndjekin këtë emision, unë do ju thosha, tek celuliti ke lipedema, kur fillon shenjat e para që ti në trajtimin më të vogël, ose edhe kur e prek vetë me dorë, je pak presion ke dhimbje, mendoj që ke lipedem. Dhe drejtohu te ato profesionistë që din ta trajtojnë lipedemën. Në gjuhën e përditshme, çfarë do të thonë, çfarë ke? Lipedema ta them tani. Në lipedem thash është inflamacioni, kemi fibroze të tjera, indi lidhor në lipedem humbet elasticitetin e vet dhe krijon një fibroz. Fibroza është që indi bëhet i trash, i fortë, i ngurtësuar, dhe pikërisht ato që na duken si gunga, si celulite, ajo janë inde të forta, të ngurtësuara dhe shumë rezistent ndaj trajtimit. Shumë rezistent ndaj trajtimit. Prandaj edhe këtu unë këto ta quaj një proces mekanik që do dhe një punë mekanike. Po kur themi punë mekanike të moderuar, jo punë mekanike agresive që ta dëmtojmë indin. Është problemi që ne ta shërojmë indin. Dhe ajo që do bëj dallimin nga celuliti estetik në lipedem, kemi një përhapje të yndyrës, ka dhimbja e para njerë. Është shenja e parë dhimbja. Ke estetika s'ka, këtu ka dhimbje. Kemi një përhapje të yndyrës në mënyrë simetrike. Në këmbë, në krah, varet ku është, kemi një përhapje simetrike. Dhe ke lipedema nuk preket shputa e këmbës. Pse? Nuk preket. Se ka, nuk e ka lipedema të preket shputa e këmbës. Ndërsa, në lipedem... Punon me shputën shumë? Punoj me shputën unë, sepse ke shputa është baza, se unë shputën e punoj dhe për të dhënë një relax, për të krijuar një çlodhje. Por bravo, unë kur shikoj një këmbë që dhëm, i përqendroj me asaj shpute pastaj. Se kam shumë që kanë probleme me shputën e këmbës. Dhe ta kam thënë që ka shumë veta që e duan shputën e këmbës sepse kanë probleme me limfedemën tani. Jemi në një problem tjetër tani, limfedema. Çfarë është limfedema? Limfedema kemi shumë raste që është e lindur.
Në disa raste është e lindur limfedema. Por kemi dhe gjatë rrugës së jetës, kemi dëmtime post disa lloj operacionesh dhe kemi dëmtime të enëve limfatike, të rrjedhës limfatike. Mund të kemi një bllokim të enës limfatike. Dhe ç'a ndodh në këtë bllokim? Ato lëngjet që duhet të dalin, të drenohen nga sistemi limfatik, ato ngelen brenda në inde. Dhe duke ndënjur brenda në linde, ato janë lëngjet që përmbajnë dhe mikrobe, përmbajnë infeksione. Dhe duke qëndruar gjatë, pa u trajtuar, ato krijojnë dhe problematika pastaj shumë herë më të mëdha. Dhe ndryshimi jo s'ka lidhje fare me estetikën. Është problematike si lipedema dhe limfedema. Janë probleme shëndetësore. Dhe këtu tani ndryshimi që ndryshon kjo lipedema nga lipedema është sepse këtu nuk kemi simetri të prapjes së yndyrës, por kemi asimetri. Do me them preket njëri krah. Dhe këtu preket edhe shputa e këmbës. Kemi entje të kyçeve të këmbës, kemi entje të pak të pulpës së këmbës. Dhe shumë veta na shkalojnë duke thënë më shfryr kyçi nga lodhja e gjatë, kam ndonjë shumë kohë në gjatë. Por në fakt jo çdo fryrje nuk është problem. Dhe jo çdo gropsim që shohim është celulit. Pra, duhet të diagnostikohet, të trajtohet, atje ku duhet të trajtohet. E para është vlerësimi njëherë. Që duhet ta vlerësojmë çfarë ka. Çfarë kupto, pastaj ndiq rrugën. Dhe këto trajtime, më fal Rudina, dhe këto trajtime janë multidisiplinore. Pa e theksoj. Qa do të thot multidisiplinore? Që unë e kam nisur trajtimet me të gjitha ato që kam trajtuar, i kam thënë, si pas personave, dikush e kam më shumë, dikush më pak, dhe i kam thënë, puna në fillim është intensive. Ti do ta fillosh me 3 herë në javë rregullisht, dikuj tjetër me 2 herë në javë rregullisht. Dhe kur unë kam parë rezultate, reduktim, eliminohet dhimbja, sa shumë veta kur kam thënë, jo, s'ka mundësi të eliminohet dhimbja, i kam thënë do vi momenti do eliminohet dhimbja. Dhe kur atyre ku ardh momenti që është eliminuar dhimbja, më kam bërë pyetje, ta them me sinqeritet, më thonin, Ana të ka rënë fuqia? Kur Ana punonte vërtet me shpirt, me të njëjtën pasion, sepse atyre filloi zhduktimja dhe për mua ishte sukses kjo. Kjo ishte fitore, se rezultat 100%, kush thotë që arrim rezultat 100% është gënjeshtër. Ana, por shitja e kremave anticelulit për shembull. Unë nuk marr sepse më ka thënë ti mos merr dhe bëj çfarë bën ti, po shumë njerëz nuk e kanë informacion. Edhe sidomos gocat e reja i vërsulen kremave anticelulit. Dhe këtë rekomandim e bëjnë ato që nuk kanë njohuri në anatominë limfatike. Sepse do ta bitet pak shpjegim ç'është anatomia limfatike që ta kuptojnë njerëzit. Nuk do bëj anatomi, po pak fare do them. Jo, pak, me qëllim që të kuptohet nga publiku, Kur flasim për anatominë limfatike, ne kemi kjo është një strukturë ku ndihmon qarkullimin e limfës, ta vërë në lëvizje limfën, kemi enët limfatike, kemi nyjet limfatike, që gjithë to janë procedura që kalojnë dhe në enët limfatike pastrohet limfa dhe është funksionale për organizmin. Pjesët kryesore të anatomisë limfatike kush janë? Fillojmë që nga limfa, është ena limfatike, janë nyjet limfatike, është pretka, janë bajamet, është dhe timusi. Tani duke timusi do ndalen pak se jo të gjithë. Mos dash shumë se ngelen pastaj. Ja, do ta them direkt. Do më duket sikur jam duke bërë masazh. Jo, duke bërë anatomi. Se unë tani po bëj çik anatomi për ta shpjeguar dhe për publikun, që çfarë është timusi, sepse janë bajamet, shpretka e këto, besoj se i dinë të gjithë. Dhe bajamet ndihmojnë. Kur thithim neve që marrim ndonjë virus e infekcion, e thithim bajamet. Por do dalë ke timuse, se shumë veta nuk kuptojnë fjalën çfarë është timusi. Timusi këtu kemi të bëjmë me limfocidet T. Çfarë janë limfocidet T? Limfocidet T janë qeliza, disa lloj qelizash të bardha të gjakut, që ndihmojnë organizmin të luftojë infeksionet. Dhe këto kalojnë quhen T sepse këto kalojnë në timus, piqen. Kur them piqen, nuk themi piqen në furrë. Kur themi piqen, to trajnohen, mësohen, sistemi për një të rritur që u poq tani, nuk bën më budalloj që e ke parasysh, se po bëj një analogi të vogël, dhe kjo është timusi, prandaj dhe quhen limfocidet T. Dhe këto pastaj luftojnë qelizat me infeksionet virale, ndihmojnë qelizat e mira, këto limfocidet T, ndihmojnë qelizat e mira dhe luftojnë, sulmojnë qelizat anormale që janë qelizat kancerogjene. Pra, kur kjo e ka fituar këtë proces, atëherë është i aftë të pastrojë dhe të reduktojë. Është një proces shumë i rëndësishëm i metabolizmit të trupit. Kjo ishte pak nga anatomia. Metabolizmi është i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm, jo estetika, absolutisht. Në këtë mënyrë metabolizmin. Por njerëzit të cilët kanë mungesë informacioni ose duan
se nuk është vetëm të mungesa informacionit, po duan edhe zgjidhje të shpejta, se nuk kemi kohë të humbasim. Edhe çfarë thot ai, shpejt jepi me krem ikën. E lyen me krem, unë zel lëkura, thot do iki tani. Ndonjëherë të duket edhe sikur ikën. Ja ta them unë tani ç'a ndodh me kremin. Thash nuk dua të luftoj dhe kremrat kanë atë të vetë. Nuk dua të luftoj asnjëri, nuk kam dalë të luftoj askënd. Por dua të them të vërtetën. Tani kremi është shumë i mirë. Kur them shumë i mirë, është shumë i mirë për pjesën e lëkurës. Ai hidraton lëkurën, e lëmon, e zbut, e shkëlqen lëkurën, por çfarë ndodh? Që shumë veta të estetikës këtë nuk e din dhe prandaj thojnë merr kremin anticelulit. Lëkura ka një barierë epiderma që quhet, ka një barierë shumë të fortë që quhet stratum corneum. Dhe tani këtu po bëj një analogji që ta kuptoj publiku çdo të thotë stratum corneum. Dhe kjo bariera nuk i lejon se shumica e kremrave përmbajnë molekula të mëdha, siç është kolagjeni, siç janë peptidet, aminoacidet dhe nuk e depërtojnë dot këtë barierë. Ato thjesht përdoren në sipërfaqe. Për publikun po bëj një çik analogji. Po them, tulla llaç krijohet një mur. Kjo është bariera. Dhe për mua, që janë të më kuptoj publiku, unë tullat po i quaj qelizat e vdekura të keratinizuara, kurse llaçin po i quaj lipide, yndyrat, që janë kolesteroli, acidet yndyrore e të tjera. Pra, kremi nuk ka efekt të thellë. Shkon dot. Jo, nuk arrin dot kremi. Nuk e çan dot. Kremi thjesht lyen lëkurën, e zbut, e hidraton, ka efektet e veta në lëkurë. Në lëkurë ka efektet e veta. Nuk mund të thuash që nuk ka efekt, por jo atë që ti pret. Jo atë që pret pacienti. Kështu që merre nëse do të hidratohesh. Po, xholle kremi, qoftë edhe në fytyrë, se procesi biologjik është i njëjtë, si për fytyrën, si për këmbën, si për duart, është e njëjtë gjithandej. Po do të fiksohesh që ajo do të zgjidhë. Jo, nuk është zgjidhja, nuk depërton kremi, nuk depërton. Po, kirurgjia? Para se të kalojmë ke kirurgjia, kemi një tjetër proces, dhe ato që e përmendet ti, po e anashkalove pa dashje, është ajo trajtimi shpejt që kërkojnë njerëzit. Dhe ç'a ndodh në trajtimet e shpejta, se këtë e kam vënë në re, dhe ke unë kur kanë ardhur, direkt kur i kam parë më kanë thënë me sa seanca eliminohet. Dhe unë i kam thënë, vetëm me pyetjen që bëre me sa seanca eliminohet, hajde puti sot një masazh relaks dhe hik, mos hajde më. Se shumë bie kohë, unë bie financë, unë bie kohë, kot. Edhe më kanë ngelur kështu po ti na hiq atë optimizmin. Unë po them të vërtetën, ju kam thënë. Unë zi të gënjej. Unë jam shumë realiste faktikisht. Dhe pikërisht jam realiste, punoj me shpirt, kam dhënë rezultate, pa kam pasur atë të njëjtët persona, figura shumë të njohura, nuk ka të bëjnë figurat sepse për mua të gjithë janë njerëz. Po fakti që të kanë besuar shumë njerëz. Bravo. Po të flasësh me anën se tani nuk i thot, më kanë thënë të flasun për njerëz të normal, por kur ndonjëherë tregon cilët janë njerëzit që ka bërë masazh. Thuat. Jo, ana flet vetëm mirë për të gjithë. Me thosh ti sa të mirë që jemi. Sa të mirë, unë madje shumë për njerëz që si kam takuar ndonjëherë i kam bërë një perceptim nga fakti që Ana flet shumë mirë për gjithë njerëzit, të cilët ajo nuk i quajnë klient, po i quajnë miq. Shumë gjë e mirë është se edhe kjo është diçka e rëndësishme. Dhe të kalim tek shpejtësia tani, që duan shpejtësi. Tani asnjë gjë nuk ka magji brenda. Asnjë gjë, dhe ke celulite estetik. Nuk me magji nuk bëhet asnjë gjë me 10 seanca roja, as ke celulite estetik s'ndodh. Mundujem 30, 40, 50 seanca që t'japim atë efektin që duam neve, dhe pastaj një në muaj po e këshilloj të trajtojnë dhe ke celulite estetik. Kurse ke lipedema dhe limfedema, kemi tjetër problematik, se thash është problem shëndetësor. Dhe nuk mund të themi shpejtësi. Këtu është një trajtim multidisciplinor, që thash fillon në fillim intensivisht dhe pastaj përfundon një herë në javë rregullisht, për të ruajtur komplet atë kohë që ne kemi trajtuar dhe kemi arritur ato rezultatet e dukshme. Dhe ç'a ndodh shpejtësia? Prap do bëj një analogji të vogël për publikun. Kur shkem në spital, jemi rënë në spital dhe mjeku më një herë shpejt e para punë që vjen të vë sorumin. Të vë sorumin dhe e vën pikën nga pik nga një pik të ngadalt që ti të merrosh dhe thu doktor, rrite i çika të pikën. Jo, thot doktori, lutem shumë thot, tani kjo pika e ngadal është ritmi biologjik, jep rezultat tek pacienti. Dhe këtë po i lidh tani me këto trajtimet e lipedemës dhe të limfedemës. Pra nuk ka ritëm të shpejt. Ritmi është multidisciplinor dhe ka kohën e vet. E kuptoj. Pra nuk mos kërkojnë ritëm të shpejt. Absolutisht. Në fakt edhe nuk ka ndodhur të shikoj, nuk po del ton ata dhe duket sikur vonon. Vonon, bravo. Por doktori ta lë me ritmin e vet. Procesi biologjik ka ritmin e vet. Nuk mund të ndryshojmë. Edhe aparaturat. Të flasim edhe për aparaturat tani. Po, mos kalim direkt te kirurgjia. Je kundër më duket. Jo se e kundër, po. Jo, dhe aparaturat kanë vendin e tyre. Edhe nuk i luftoj kurrë as aparaturat, sepse kam dhe shumë miq fizioterapistë që trajtojnë me aparatura. Unë nuk jam kundër aparaturave. Ti vetë
nuk punon me. Absolutisht. Por për vete unë jo vetëm duar manualisht. Vetë kemi problem. Do ta them problemin tim, Se do t'i marrim gjërat kështu si merat që dhe unë mos çekuilibrohem, mos ngatrohem. Problemi është tani që te aparaturat. Aparaturat janë shumë të mira, kanë efektin e tyre dhe kanë pozicionin dhe vendin e tyre. Por ç'a ndodh me aparaturat? Te aparaturat ndihmon ajo në qarkullim, në drenazhim, ndihmon, por nuk futen thellë aty ku duam të shkojmë neve. Nuk shkon aparatura dhe dora shkon? Jo, po, forca e dorës. Kam forca, ushtron forcë. Po. Aparatura? Aparaturat janë si përfaqësore. Aparaturat në literaturën mjekësore, ndërkombëtare, po të lexosh dhe po t'i futeni, aparaturat në gjithë vendet e botës janë ndihmëse të terapisë manuale dhe nuk janë baza e fizioterapisë. Se ç'a ndodh me shumë veta? Njëra po trajtohesh me mua, unë po isha bruin djerë duke trajtuar, duke dhënë rezultate, dhe a tha, Ana, unë kam lënë nesër dhe një seancë me një fizioterapist. Me thënë drejtë, nuk u ndjeva mirë. Tani të punosh me shpirt, të jap rezultate dhe thush nesër kam lënë dhe ti ai pastaj vlerën e punës time e jep atij fizioterapistit që punon me aparatura dhe hedh poshtë punën time. Po, sepse edhe i thashun, po ç'a po bën me mua ti? Po jo më jo se, e dinte që unë isha fizioterapiste, po jo më jo se një mika ime më tha që janë shumë të mira aparaturat, do me thënë i bëjnë shumë reklam. Po shumë veta punojnë me aparatura. Po, këto është gabime. Sepse janë bërë aparaturat tani baza e fizioterapisë. Nuk janë baza e fizioterapisë aparaturat. Futuni, lexoni në literaturën shkencore, mjekësore. Po njerëzit nuk kanë kohë të lexojnë, njerëzit e marrin të mirëqen që po tani unë po tregoj të vërtetën, Rudina. Unë po them të vërtetën. Janë ndihmëse të terapisë manuale. Janë ndihmëse. Pse janë ndihmëse? Sepse nuk duan të lodhen, të punojnë me duar, siç lodhem unë, të dëmtoj veten. Se ne ku punojmë me shpirt dhe me pasion dhe me rezultate, ne japim veten te pacienti. E di që do të japësh veten te pacienti, do dëmtohesh fizikisht edhe vetë. Si do dëmtohesh fizikisht? Janë smundje profesionale të punës tonë këto. Ne dëmtojmë nga problemet muskuloskeletike, dëmtojmë nga nervat, dëmtojë tuneli karpal, tuneli kurbital, dhe këto janë problematike për neve që nuk na i zgjidh askush. Nëse një aparatur prishet, blet e reja nesër, kurse dëmtimi që i krijon terapistit dhe me gjithë një terapist që t'jep rezultate, mos e hidh poshtë asnjëherë. Edhe një dorë pa trajnuar, për mua është zero. Është e njëjta gjë. A pra, edhe dhe një dorë, jo vetëm aparatura, po dhe një dorë pa trajnuar që punon, a mund të flasi shumë bukur nga ana teorike, shumë bukur, por nuk ke rezultate në praktik, për mua është zero dhe ajo dorë. Çfarë bën ajo? Thjesht të ajo punon dhe bën të flet anatomi, që ti do duket shumë e specializuar tek ty që ajo di shumë. E kuptoj. Por ti nuk ke nevojë të them të bëj anatomi unë ty. Ti ke nevojë ana puno tani më shëro. Me jep rezultate. Jo më bëj anatomi, se e mbaj mend një të huaj ka qenë një holandez. Shumë vite përpara. Ka qenë një holandez dhe ç'bëri ai holandezi, sa erdhi më bëri një pyetje se gati shumica e tuave ndinin nga pak shqip. Dhe më tha para se të shtrim me kishte bër pagesën, aty ke bullcat, kam punuar ca kohë te palestra fitness bullcat, dhe më bëri një pyetje, pagesa ishte bër. Se ato janë tipa që bëjnë pagesë dhe nuk thonë ma kthe pagesën mbrapsht, nuk e bëjnë kurrë. Edhe tha, para se të shtriem, tha, do them diçka. Isha në një qendër fizioterapie tjetër, tha. Dhe ajo vaj gërzonja, tha se ishte zonjë, unë atëherë isha shumë e re. Ajo zonja, tha, filloi dhe mbaroi duke më bërë anatomi, tha. Dhe unë siç ngrita, u shtriva, ashtu ngrita, pas një rezultat. Në qoftë se ti bën atë punën që bën ajo, tha, më thuaj, tha, të mos shtriem fare. Jo, i tha, shori pa merak, se unë nuk do flas fare gjatë punës. Dhe unë punova, i patë rezultat, dhe i për 4 vite qëndrim në Tiranë, ishte i rregullt në trajtimet me mua. Jo ai, po shumë të huaj kanë qenë të rregullt. Manuale, dhe më thënë, manuale shumë më mirë se aparatura, por puna me duar, se dora ndjen, dora është punë personalizuar. Si punoj me ty, s'punoj me tjetën, kurse aparatura është e njëjtë për të gjithë. Ja, këtu është ndryshimi i madh kjo. Ose një printer aparatura, pam, printon njësoj për të gjithë. Nuk është e personalizuar. Unë të kuptoj ty, për shembull të kap një pikun ty, të lëviz bërë një lëviz e krahun, të kuptoj ty, dhe ta kaltenoj ushtrimet. Dhe shkon atje ku duhet, po. Tash vitet e punës kam bërë atë të veten, sepse ti thua Ana më dhëm qafa, shtriu, them unë, është ky problem. Shkoj direkt, dhe kur vë dorën ke problemi, thua, wow, këtu e pas kam dhimbjen. Duhet të dish se eksperienca e gjatë ka efektet e veta. Me fytyrën merresh? Po, dhe me fytyrën. Pse merrem me fytyrën, do thuash? Unë me fytyrën merrem sepse ne në fizioterapi punonim nervin facial të fytyrës, që ka një problem që ndodh shpesh. Dhe unë, me thënë të drejtën, kam dhënë shumë rezultate, tani para ca kohësh kisha njërën që më erdhi me gojë të deformuar. Që pas paralizë? Paralizë faciale, e rekomanduar, se vinë të rekomanduar, se jo të gjithë i njoh. Edhe më tha, më kështu shumë më kanë me rekomanduar, më erdhi keq, me thënë drejtën, sa do e ngarkuar, i thash, po, patjetër, i thash unë.
Edhe fillova të punoja me të dhe ndoshta e kishte edhe jo shumë të rëndë, se disa ka dhe syri shkon syri këtu, buza këtu dhe përpara mbas disa seancave gavash se mbas gjithë punimit të muskujve, të nervave, të fytyrës, unë pastaj filloj me ushtrime. Tani s'po i bëj se do prish fytyrën, bëj se edhe mami më thoshte nganjëherë që mos më nami, mos i bëj këto ushtrime se shumtohesh. Do të thënë që janë disa ushtrime karakteristike të fytyrës që ndihmojnë për paralizën faciale. Por duke punuar fytyrën, gjithë muskujt e fytyrës, që unë do ta quaj një trajtim neuromuskulor plus neurofiziologjik, se kam njohuri edhe nga biokimia, mua më ndihmojnë që të bëj gati një lifting të vërtetë të fytyrës që mund t'ja kaloj edhe një estetiste. Një fizioterapiste ja kalon edhe një estetiste, po ta quaj këtu pak estetike dhe mjekësore, nuk di se ta quaj këtë pjesë këtu. Por, ama nuk merren vetëm me fytyrën, shumë veta kërkojnë qafën, veshët, fytyrën dhe kokën, dhe ky është një trajtim më vete. Më vete, se mund të rish brenda... Kalon gati 45 minuta. Vetëm me këta? Po, vetëm me këta. Dhe ajo është një prej... Ja kam thënë edhe anës, dhe kjo është e bukur, kur do bëja grim në Paris, kisha një intervistë me Skënderbeut, edhe ambasada më tregoi ku të shkoja për grim aty afër shtëpisë. Dhe kur shkova të bëja grimin, ato më bën masazh. Për një gjysmore masazh. Dhe pas të vën vetëm një buskuq të thjeshtë dhe një rimel, nuk bën asgjë. Por ama fytyra ime shkëlqen. Shkëlqente. Ky ishte grimi. Është diçka shumë e bukur kur dita punosh. Nëse punon në mënyrën si punohet, si trajtohet. Domethënë trajtimet lëvizjet janë të ndryshme. Unë shumë veta më thonë, edhe huaj dhe shqiptar, më thonë, o zot, këto duart e tua aparatur janë, që mënyra se si lëviz gishtat tuaj. Mendojnë që aparatura është e rëndësishme. Jo, i kesi aparatur. Jo, domethënë që duart e tua janë kthyer si aparat, sepse lëvizen aq shpejt duart e mia në trajtim sa habiten. Por nuk janë të aparati, unë s'kam parasysh të huaj të vite që këtë aparati. Nuk shkojnë të huaj. Absolutisht. Unë kam bërë edhe një status në Instagram apo Facebook, nuk e mbaj mend. Të shoh aktive tani, para s'ke qenë. E mbylla një çik, pastaj që më ndodhi me motrën time. Nuk doja më. U toroqa një çik me thënë drejtën. Dhe ndoshta edhe mirë se vazhdoj, por nuk e dia, do vazhdoj të shkruaj. Sepse kam pasur si që thash edhe një problem të timin, unë e quaj trigger point, se jam me profesionit, dhe një trigger point në muskujt paraspinal të pjesës torokale. Do me thënë, është pjesa torokale, pjesa poshtë cervikales, që është pjesa torokale. Dhe është një pik, kur themi trigger point, është një pik dhimbje. Po, kur thosha pik dhimbje, ose kur ma ngullte njëri fikën, sa shumë raste dhe duke punuar, unë bëja një o të madhe. Lëre, më thoshin. Meru me veten, qarë ke? Kaloj, do me thënë, mundojsha mos e ipja veten. Si e zgjidhe? Dhe qarë bëra? S'kam lënë njeri, nuk mora të gjithë fizioterapistët e Tiranës, por të paktën ato që më shfaqeshin në Instagram, mora dhe një dy miqtë e mia, ato më thanë, u dorëzuan që me bisedën time të parë. Ne ana kemi futur aparatura, tash është ka aparatura. Kjo është në Tiranë, aparaturat. Po si pra ta them, ose ma kanë thënë miqtë e mi që punojnë me aparatura. Edhe më thanë, ana budallaçi ti që punon me duar. Po i këmë ka dorës, me budallaç. Pam, aparati, pam, xhepi. Dhe këtë s'kam për të haruar derisa të vdesë, e bëri aq bukur sa aty sa me mendja. Pam, aparati, do me thënë ishte një tallje ajo që bëri ai. Pam, aparati, pam, lekët. Pse kjo është zgjidhja e aparatit? Pam, aparati dhe të mbushësh xhepat. Do me thonë të gënjesh një farë mënyrë e pacienti që ka nevojë, që vjen për t'u trajnuar, për t'u trajtuar, se është ana psikologjike. Se disa thonë që bëra me aparaturë, ndjeva mirë. Ana, pse të huaj nuk... Asnjë huaj deri më sot, jo. Dhe bile një huaj më ka thënë para 2 vjetësh, 3 vjetësh më ka thënë që e çuditshme ju shqiptarët kur gjitha gjërat neve i lëm, ju shqiptarët i fillojnë. Edhe për injeksionet e për gjithçka. Flas për injeksionet. Do kisha dëshirë. Ja, si vjen muhabeti vet. Injeksionet tani të flasim atë që është për thënë dhe të vërtetën. Injeksionet ndryshe nga kremi që nuk e çan atë barierën, që thash tullallaç. Injeksioni, jo, është injeksion gjërpër, që injektohet në fytyrë, që injektohet në trup, po janë shumë lloj injeksionesh. Fillojmë që nga injeksionet me vitamina. Me vitamina. Është me aminacide, janë koktejle mesoterapie, janë pa mbarim. Si mbaj mend të gjitha. Ja ta them unë kush është problemi i injeksioneve. Tani injeksioni të mos gënjej e çan barierën. Shkon deri në dermë dhe deri në hipoderm, në shtresën e thellë. Por ç'a ndodh me injeksionin? Injeksioni ka atë substanca që injektohet, që futet brenda, përhapet lokalisht, nuk përhapet masivisht, se këtë nuk e lejon procesi biologjik i trupit.
nuk e lejon procesi biologjik i trupit që të përhapet. Dhe derisa ajo nuk përhapet, trupi metabolizon faktorët biologjik në një kohë të caktuar dhe për një periudhë të caktuar. Por, çfarë bëjmë? Edhe injeksioni tani do të them ka pjesën e vet, nuk do ta dal kundra dhe kundra injeksioneve. Por duke filluar që nga injeksionit me vitamina, unë do bëja të qartë një gjë që edhe në çdo lloj injeksionin që injektojmë në fytyrë nuk bëhen në vazhdimsi gjithmonë. Ka një limit. Dermatologët e mirë e dinë. Bravo, dhe gjithë bravo, këtë do thosha. Profesionistët e mirë e thonë stop. Ke bërë kaq seanca, stop tani, drejtohu te trajtimet natyrale. Stop. Çfarë ndodh që thonë ato stop? Se ato e dinë shumë mirë pse e thon stop deri këtu, sepse në vend i bësh mirë indit, ti e irriton indin, ti krijon inflamacion, ti krijon një fibroz në çdo pjesë të trupit. Po, ti e bën vazhdimisht. Se kam parë shumë veta që bëjnë vazhdimisht thonë, se vitamina janë, nuk janë gjë. Po me kalim duke e bërë vazhdimisht ti e dëmton fytyrën. Dhe jo mbas çdo injeksioni është i njëjti rezultat. Po. Herë fytyra e njeh tani, e njeh biologjia, e njeh anatomia, janë disa procese biologjike që nuk mund të ndryshojnë. Por ama, dhe ke aparaturat, se diçka që më doli nga mendja që dua ta them, tek aparaturat ç'a ndodh? Se po të shapësh shëritet sociale të merrojnë. Hiku moda kësaj aparatit, ka dal ky aparati. Hiku ky, ka dal kjo. Teknologjia e fundit ka arritur kulmin. Gosat e vogla që s'kuptojnë asgjë. Nuk kuptojnë absolutisht. Po, pre mashtrimit. Dhe thotë ka dal ky aparati modern, rezultatet janë pa para. Futin edhe persona pak të njohur te ekrani. Bëjnë reklama. Bëjnë reklamën, bravo. Dhe po pse të mashtrosh? Dhe unë po e them publikisht, me sinqeritet dhe me shpirt, se thash nuk di të gënjej. Dhe pikërisht kjo është sinqeriteti im që më ka mbajtur dhe ka më ruajtur të njëjtët persona, sepse unë flas shumë me shpirt. Dhe aparatura, sa do të evoloj teknologjia, ta fiksojnë mirë, do ta them me të madhe këtë, sa do të evoloj teknologjia, nuk evolon procesi fiziologjik, nuk evolon procesi metabolik, nuk evolon procesi inflamator, nuk evolon limfa gjakut të tjera, nuk ndryshojnë nga teknologjia. Kështu që prandaj është terapia manuale për mua është baza e trajtimeve. Ana, do ishe bërë një mësuese shumë e mirë biokemie? Do flet shumë mirë? Jo, unë ta kam thënë më duket, unë ta kam thënë edhe kur kemi biseduar bashkë, unë kam pasur një prirje të veçantë në gjuletërsi. Dhe unë ndoshta do bëhesha një mësuese shumë e mirë ose një gazetare shumë e mirë. Por fati më çovi në rrugë të tjera që kështu të pëlqen kjo që kanë. Po. Që ty të pëlqen. Nuk e bëra pa dëshirë, absolutisht, por që unë këtë e bëra me pasion. Është lodhje. Dhe këtë më thoshte edhe mami. Të rrofshin diplomat dhe shkollat dhe specializimet që ke bërë, se ke zgjedhur një punë shumë të lodhshme. Tani, duhet të lodhemi që t'japim rezultate, po të lodhem nuk ka rezultate. Nuk heq do të dorë. Jo, lodhjem budallok që do të jap dhe shembuj, po para se të kalojmë te shembuj, do kalojmë tek ajo pyetja që më bëre që ta ndalova, që janë aparatura, ato kirurgjia. Po. Kirurgjia ka vendin e vet. Nuk mund të them absolutisht që s'ka rol kirurgjia. Dhe kirurgjia ka një rol të madh sepse kirurgjia jep edhe efekt kohor më të gjatë. Dhe këtu do përmend një paciente greke, që atë paciente greke gati e njohin të gjithë ata që unë i kam trajtuar, se ajo ka qenë e para që unë e kam prekur me dorë, që bëra provën e parë që do jipja rezultate në lipedem dhe në lifedem, apo nuk do jipja. Dhe kur pas rezultatet e saj të para, unë pastaj shpërtheva dhe bëra një boom në Tiranë. Po të gjithë e quanin celulit, por unë nga që edhe emri celulit nuk njifesh në atë kom faktikisht, me thënë drejtën, por qa ktheset bukur mora unë? Unë mora një kthes të bukur të lezeqme dhe i thoja, shikoje se nuk e keni problem estetik, është problem shëndetësor. Dhe në mendjen time ishte lipedema dhe limfedema. Dhe shumë herë, kur çdo që do më t'i gjoj dhe do më ndiki këtë emision, ju thosha, do vi një ditë që do bëj bum, do ta them. Dhe sot erdhi dita për ta bërë bum këtë, për ta thënë. Tani dalim te kirurgjia. Kirurgjia ka efektet e veta, thash, dhe është kohore. Kjo pacientja ime greke e para që unë kam dhënë rezultate, në kohën që kjo kishte bërë liposuksion, kishte bërë kirurgji të këmbëve, tash nuk e di në çfarë pjesë të ndryshme të trupit, unë mora vesh këmbët, se kanë kaluar dhe vite si mbaj mend të gjitha. Kishte bërë liposuksion, mbas liposuksionit kirurgu ta rekomandon patjetër trajtimin bazë që është trajtimi manual, terapeutik dhe drenazhi që ne quajmë MLD-ja ose drenazhi limfatik manual. Që si për fashës, dhe kompresioni, sa rova kompresioni që shumë i rëndësishëm. Edhe kompresioni janë çarape fasha, elastiku që përdoren, po. Dhe si për atyre fashave, unë kam filluar trajtimet. Dhe kur kjo grekja fillovi, nuk po gjente në Shqipëri, kur erdhi në Shqipëri sa hapi një biznes këtu dhe dita sot është këtu,
hapi një biznes dhe nuk po gjente dot me këtë të trajtohesh. Pra kalove një kohë shumë e gjatë pa u trajtuar. Dhe kur e kam parë unë, me thonë drejtën jam të merruar. Do me thënë, dhe ajo ma thajnë që më mbrapa mua që unë kam bërë vite për para një liposuksion. Dhe këmbët e mia kanë qenë një vit e ca, isha Miss Greqia, thoshte. Do pasi bëri këtë ndërhyrje. Dhe unë trajtohesha në Greqi, po kur erdha në Shqipëri nuk po gjeja specialistin këtu në Shqipëri, thoshte. Dhe mua më gjeti gati mbas 2 vjetësh. Pra nuk mjafton kirurgjia. Duhet shoqëruar dhe ajo. Do ta them tani pse indikon kirurgjia shumë. Do me thënë, mbas liposuksionit dhe kirurgjisë ja bëri, ajo nëse këmën nuk kam parë në ato vite, e ka pasur kaq, ja bëri kaq kirurgjia dhe unë ja kapa kaq. Wow. Përsëri vajti një punë kolosale, Rudina ta thot ana me shpirt, aty ishte prova pare imja që dash rezultate. Dhe vet ajo kur të më dëgjoj, do thot që bravo Ana se më ke përmendur, mund t'ja them dhe emrin se kam problem, është pronarja e fabrikës së Syngjërit në Tiranë. Dhe kur shkonte mbas trajtimeve. Ja nuk i them emra. Po jo nuk po e them, vetëm hajde thash kaq, se unë nuk e kam zakon të them emra. Kur kjo vajti për herë të parë mbas trajtimeve të mia në Koplazhi që atje dukesh më qartë, mikët e saj i thoshin, prap, ke bërë liposuksion? Jo, i thoshe, kam gjithur një goca, se kështu më thoshte, ma gjithmonë goca, se atëherë isha vere, kam gjithur një goca në Shqipëri, që ajo po më trajtojnë në mënyrë të përkryer dhe shive si mi ka bërë këmbët. Dhe asnjë Ana thoshte nuk ma besonte, tha, që ishte nga trajtimi që ti më bëje mua. Pra, jo shumë veta kam besim të ky lloj trajtimi. Ky është trajtimi që rinon. Kjo duhet. Ky është trajtimi bazë. Tani te kirurgjia ta vazhdoj se lash për gjysmë. Te kirurgjia, qa bën kirurgjia? Kirurgjia po marrin barkun, se do unë kam i qik barkun. Po marrin barkun. Ti vetë nuk bën? Absolutisht. Unë nuk di të bëj as tatuazh, vetlat, as buzët, as injeksionet. Unë jam komplet natyrale, si që më ka bërë nëna ime. Je kundër të gjithave? Të gjithave kundër. Po si s'bën as masazh? Absolutisht. Trajtim për veten time të paktën, absolutisht. Do ta them atë probleme vetes time se lash për gjysmë çmari. Po të kalojmë tek kirurgjia. Dhe kjo kishte bërë, kirurgjia ishte një pjesë të dhjamit, të indit dhjamor. Po jo të indit dhjamor që është estetika, të indit dhjamor problematik, patologjik. Është një pjesë të indit të lipedemës, po themi, është një pjesë të indit dhjamor. Po kur heqim një pjesë të këtë indit dhjamor, çfarë ndodh? Ne prekim edhe indin adipocit. Indi adipocit nuk është armik i trupit, as indi dhjamor nuk është armik, por me që është një trup obes, po e marrim. Se një trup normal si ty, si unë, nuk kemi nevojë për kirurgji. Vjen ke puna ime, ke mua, ke të tjerët që bëjnë këto lloj trajtimi, mbaron punë, kollaj dhe pse të futesh në kirurgji të 6 miliona lek, se paguhen kirurgjia normale që kushton. Se ka shumë procedura brenda. Dhe është një pjesë të indit dhjamor, bashkë me të dhe pak të indit adipoz. Që indi adipoz është indi që përmban lëkurë, që përmban yndyrën e trupit, që shumë e domosdoshme për trupin. Dhe mbasi mbaron kirurgjia, unë nuk ma merr mendja që mos ketë kirurg që t'i thot tani drejtohu tek drenazhi limfatik, tek terapia manuale. Nuk besoj se ka. Që si përfashave të lastikut më kanë ardhur dhe sidomos këto që i kanë bërë jashtë të operacione. Këtu në Tiranë s'më ka ardhur në njëra që të më thotë që ose kanë shkuar në vende tjera, se si jam unë vetmja në Tiranë. Por ato që i kanë bërë trajtimet jashtë, që janë dhe figura shumë të njohura, kanë ardhur tek unë. Dhe si përfashës kompresive, unë kam filluar trajtimin. Pra, duhet të ruhet ai lloj trajtimi vazhdimisht, sepse shkojmë prapa te ku ishim. Se baza biologjike e trupit mbetet. Indi adipoz nuk mund të zhduket. Indi dhjamor totalisht nuk mund të zhduket. Edhe nëse nuk të shfaqet në atë zonë që paka shumë shfaqet dhe në atë zonë, përsëritet, po dhe nëse nuk del në bark, ajo do krijojë një hipertrofi, do kalojë në pjesë të tjera të trupit. Dhe ku është rezultati këtu pastaj? Pra, vazhdon terapia e rregullt të manuale, limfatike. Atëherë, ti vetë the nuk bën masazh, nuk bën injeksion, nuk bën asgjë, por nuk bën asgjë as për fytyrën tënde, nuk masazhohesh. Tani në darkë, në darkë, absolutisht shtrime të padiskutueshme se kam cervikale. Pa dashje se puna ime profesionale është me kokën ulur, ose kur lexoj, se unë jam tip që lexoj shumë, me kokën mbajt ulur, kam probleme me cervikale. S'ka kush më bën, s'ka kush më atrysë me duar s'të bën njëri sot. Tani bazën e kujtoj se është aparatura baza. Tu është totalisht e gabuar tani dhe mund të më gjykojnë, po unë po them një të vërtetë. Kam dhe koleg, miqtë e mi që punojnë me aparatura, thash ai pam dhe xhepat bam, çfarë them unë? Ai ku do ta shikoj këtë që unë. E kupton ai për këtë kam fjalën. Bën ushtrime, bën atë patjetër. Edhe mbas çdo trajtimi, se po kalojmë, s'dua të kaloj tek pjesa muskuloskeletike, për shembull te pjesa muskujve të cervikales e të tjera. Mbas një masazhi terapeutik që çliroj muskujt, fillojnë ushtrimet, është domosdoshmëri ushtrimi, dhe unë i them tani bëni këto ushtrime që u rekomandoj në prezencën time, ose kur janë
në pozicionin shtrim. Janë shumë të rëndësishme. Janë shumë është baza, po pa i çliruar muskujt ne nuk mund të bëjmë ushtrime dhe shumë vite na shkalojmë pjesën e. Sidomos kur është lodhshme. Për shembull thonë, operova tani do shërohem. Është gabimi më i madh. Është gabimi dhe kthehem prapë në bazë. Kthehesh në bazë sepse ty të duhet realisht të punosh fort pastaj. Ta ruash atë çka heq, çka hoqe. Që operacioni të funksionojë. Se trupi biologjik vazhdon të punojë, nuk është e ndalon procesi biologjik. Vazhdon Indi adipoz, vazhdon rritet prap. Muri qoftë ke hequr ca shtresa murit, muri vazhdon Indi adipoz, yndyra vazhdon e çon murin prap në vend. Ja, kjo ishte zonja Ana Përmeti, e cila i ka këto biseda në mënyrë normale. Kjo që pa tani është Ana dhe një ankth të madh se nuk dija ç'a pyetje çdo më bëje, se nuk u lidhëm për pyetje. Kjo ishte më e keqja. Pyetje unë thash, nuk bëj pyetje. Bisedat që bën bashkë, thua ti bësh në studio të dëgjojnë të gjithë, pse vetëm unë të dëgjoj. Kështu që tani para se ta mbyllim, i thua diçka njerëzve që na ndoqën edhe kanë interes për këto gjëra, një mesazh për masazhin që ti s'ke qef ta quash masazh. Një mesazh. Po. Një mesazh për publikun unë është mesazh shumë i thjeshtë që do ta them. Primare është shëndeti, pastaj është estetika, se sot rrjetet sociale po bëjnë një bum të madh në estetik dhe njerëzit nuk po i krijojnë rëndësi shëndetit. Estetika ka vlerat e veta, nuk them që s'duhet estetika, po duhet shëndeti, pastaj estetika, sepse prapë do përdor një analogji si një shtëpi që po shëmbet dhe ti illustron dhe rregullon murin e jashtëm si përfaqësor nga jashtë, që ta shohin të tjerët dhe syri jot kur kalon, por ty po të shëmbet shtëpia. Kjo është ajo që shëndeti është primar dhe pastaj është estetika. Jo të vërsulemi tek estetika pa bazat e para që është shëndeti. Shëndeti është baza e të gjitha gjërave. Pa shëndet, s'ka jetë. Shumë faleminderit. Më bukur s'mund ta mbyllje, si çdo ti. Shumë faleminderit edhe nga ana juaj. Shumë faleminderit. Faleminderit. Isha me Anën që e njohin shumë vetë edhe këtë mendova që her pas here ne mendojmë se duhet të flasim për gjëra të rëndësishme. Ja, pra këto janë gjërat e rëndësishme, gjërat që kanë të bëjnë me lëkurën tonë, me jetën tonë, me shëndetin, me kohën që harxojmë për veten. Këto janë gjëra shumë të rëndësishme dhe duhet të flasim gjatë edhe fort. Andaj siç bëjmë ato emisionet për tokën, për blegtorin, për si të ushqemi, ku të ushqemi, çfarë të ham, kthejmë syt nga betja për të kuptuar çfarë bëjmë për të kujdesur për shëndetin tonë. Ana është një prej njerëzve që kujdeset. Regjistrohu tek Dritare Televizion dhe Rudina Xhunga janë dy kanale të cilat sa më shumë të jeni ju që shkruani dhe bëni subscribe, aq më e fortë është jona e zërit tonë. Ju presim. Faleminderit.